Seanca e kuvendit këtë të enjte u karakterizua nga kaos dhe tensione mes shumicës dhe opozitës, teksa votbesimi i 7 ministrave të rinj u bë objekt i debatit të fortë politik. Ministrat e rinj që morën votbesimin janë Albana Koçiu, zëvendëskryeministre, Toni Gogu, ministri i drejtësisë, Besford Lamallari, ministri i brendshëm, Eriona Ismaili, ministre e shtetit për parlamentin, Ferit Hoxha, krye diplomat, Ermal Nuhi, ministri i mbrojtjes dhe Enea Karakaçi, që zëvendëson Belinda Ballukun tek infrastruktura dhe energjia. Votës së socialistëve u bashkuan dhe kartonat jeshil të deputetëve të Partisë Social-Demokratike. Për shkak të tensionit, ministrave të rinj që vinë rishtazi në qeveri, Ferit Hoxha, Enea Karakaçi dhe Ermal Nufi, ndoqën votimin nga lozhat e kuvendit. Opozita bllokoi foltoren duke pretenduar se kryetari i kuvendit kishte shkelur të drejtën e fjalës së Sali Berishës. Debati pati edhe për raportin e socialistëve lidhur me autorizimin e kërkuar nga SPAK për ish zëvendëskryeministren Belinda Balluku. Shumica sqaroi se dokumenti do dorëzohet brenda afatit 2 javor që parashikon të rregulloria. Megjithatë, momentet më të ndjera të seancës u pa në nisje kur deputetët e majtë dhe të djathtë mbajtën 1 minutë heshtje për të përkujtuar familjen Jashari në përvjetorin e ekzekutimit të tyre, si dhe për ish deputetin demokrat Omar Dosti, i cili u nda nga jeta këtë javë.